Rreth 1500 vjet të kaluara nga koha e kësaj historie e kanë zhytur këtë zonë të rrafshit të Kosovës në tokën poshtë këtyre fushave, ku ruhen shumë shtresa historike të stivosura mbi njëra tjetrën. Sot, këto toka u takojnë fshatrave Hajvali, Graçanic dhe Llapnasel të rajonit të Prishtinës, por rreth 2000 vjet më parë, këtu ngrihej një nga qytetet më të pasura në tërë perandorinë romake. Në një hapësirë që bashkë me pjesën jashtë qytetëse përfshinte rreth 120 hektar, shtrihej qyteti i Ulpianës, që u emërtua sipas emrit të mesëm të perandorit romak Marcus Ulpius Trajanus, i cili sundoi mes viteve 98-117 të erës sonë. Ulpiana, qyteti më rëndësishëm arkeologjik në territorin e Republikës së Kosovës. Ky qytet antik në fakt ka dy emërtime. Është Ulpiana antike, që ngritet në fillim të shekullit të parë, ngritet në nivelin e municipiumit, pra fiton një status më të lartë. Në shekullin e dytë zhvillohet jashtëzakonisht shumë në fund të shekullit të tretë dhe fillim të shekullit të katërt, për të cilën merr edhe epitetin Municipium Urbs Splendidissima, qyteti madhështor apo i shkëlqyeshëm. Pastaj ka disa epizode të sulmeve dhe invazioneve të fiseve barbare, si gote, hune, më pastaj shkatrohet nga një tërmet në vitin 518, rindërtohet ndërkohë gjatë periudhës së Bizantit të hershëm, përkatësisht gjatë antikitetit të vonë, dhe ngritet në një qendër prapë të rëndësishme me emërtimin e ri Justiniana Sekunda. Ky rajon mbart gjurmë jete që nga periudha e Neolitit, para se të kthehej në një zonë të populluar nga fisi i Lirit Dardanëve, që mes shekujve 4 dhe 1 para erës së re e organizuan pjesën qendrore të gadishullit ballkanik në mbretërinë e Dardanisë. Kur gadishulli Iliriku pushtua nga perandoria romake, Dardania u bë pjesë e provincës së Mezisë së Eprëme në vitin 44 të erës së re. Ulpiana nuk është vetëm qytet i antikitetit. Asaj i kam paraprish shtresime dhe gjetje dhe objekte të një periudhë të gjatë kohore duke u nisur prej Neolitit të hershëm, dikun një veçaj të 6 para Krishtit dhe në vijimësi deri në mesjetën e hershme. Rëndësia që mori Ulpiana është determinuar nga pozita gjeografike, pasuritë natyrore dhe disa faktorë politik që e ngritën Ulpianën në statusin urban të municipiumit. Ulpiana ishte një qytet elitar. Pra, Ulpiana ishte një qytet i rëndësishëm, më i rëndësishmi në rangun e municipiumit në tërë provincën e Mezisë, pra pjesë e cilës ishte edhe Dardania. Duke qenë një qytet elitar, sigurisht që kishte edhe një infrastrukturë për cilës e cila shërbente për të akomodu këto elita. Arsyet pse është ndërtu Ulpiana pikërisht në këtë ambient apo në këtë hapësirë, janë disa faktorë që i kanë shtyrë romakët që ta konceptojnë qytetin që ne njohim si Ulpian në këtë hapësirë. E para, territori pra përbehet nga një hapësirë jashtëzakonisht të madhe me fusha pjellore, të cilat ishin jashtëzakonisht përshtatshme për të ushtruar kultura të ndryshme bujqësore.
Një element tjetër rëndësishëm është fakti që Ulpiana pozicionohet fare pranë rrugës kryesore, respektivisht magjistrales kryesore, cila qarkonte Dardanin, pra rruga via Lisus Naisus, e cila ka kalu nëpër Prishtinë, pra dhe Ulpiana ndodhej fare pranë saj. Dhe elementi qendror, kryesor, më i rëndësishëm, i cili ka determinuar vendosjen e Ulpianës është fakti që Ulpiana ndodhej në afërsitë e miniera, pra gjithë hapësirat përreth janë në miniera jashtëzakonisht pasura, dhe ky duket që ka qenë elementi apo faktori kryesor që ka determinuar edhe vendosjen e Ulpianës, po edhe zhvillimin jashtëzakonisht të madh të hapshëm dhe krijimin e Ulpianës apo shndrimin e saj në një qendër të rëndësishme tregtare, politike, kulturore, zejtare, artizanale e tjerë. Arkeologët besojnë që pjesa e fortifikuar e Ulpianës banohej nga rreth 15.000 banor dhe se po kaq, mbase edhe më shumë banor popullonin zonat jashtë qytetit. Këtu ka patur një aristokraci shumë të lartë, mbase është edhe për shkak se janë delegu nga vetë Roma, nga autorët antik, pra burimet shkruar në edhim se këtu kanë jetu dy familje shumë të pasura latine e romake, të rangut senatorial, ka qenë familja Furri edhe familja Ponti, që personalisht unë mendoj se ata edhe kanë menaxhu me minierat e Ulpianës, sepse me automatizëm të gjitha minierat kanë qenë pronë e perandorit, ndërsa këta kanë qenë thjesht administrator. Në anën tjetër, Ulpiana me themelimin apo krijimin e municipiumit Ulpianum ka patur edhe këshillën e vet, Ordo Decurionum, e cila përbëhej nga një asamble e cila ishte kryesisht e përbër nga dignitar, njerëz me status të lartë ekonomik, politik dhe social, por mbase ka patur edhe nga dignitarët aristokrat vendor Dardan. Mes shekujve 3 dhe 4, Ulpiana arriti kulmin e zhvillimit të saj, për çka dhe u mbiquajt Ulpiana Splendissima apo Ulpiana e shkëlqyer. Çfarë mund thuhet për këtë qytet antik që arriti shkëlqimin në fund të shekullit të 3 dhe në fillim të shekullit të 4? Pse pikrisht e mori këtë epitet? Urbs Splendidissima, qytet i shkëlqyeshëm, qytet madhështor. Për faktin sepse edhe në burimet e autorëve antik, grek e romak, si të shkruara në latinishte apo edhe në greqishtën antike, janë të dëshmuara të gjitha të dhënat për një shkëlqim, një ngritje, një zhvillim, një prosperim shumë të madh të kësaj qendre antike. Pas kësaj periudhe, Ulpiana përjetoi një periudhë rënje që u pasua nga një fazë restaurimi që i azgjati jetën, përpara se të braktisej gradualisht nga shekulli i 7 tutje. Janë disa faktorë që kanë ndikuar në zbejen e rëndësisë madhe që kishte Ulpiana. Fillimisht kjo lidhet me krizën e madhe politike dhe ekonomike që ka njoftë perandoria romake gjatë shekullit të 4 dhe shekullit të 5, e cila fillon të zhvendosë ekonominë xhetare në plan 2. Pastaj kemi numrin e madh të sulmeve barbare, të cilat sigurisht që i dha një goditje të madhe perandorisë romake, dhe provincat danubiane ishin në limes, pra ishin themi territoret e para të cilat u ballafaquan me këtë valë të dyngjeve dhe të sulmeve barbare. Pastaj edhe tërmeti i vitit 518, pra është një tërmet shumë i fuqishëm e cili e goditi Ulpianën, megjithse Ulpiana u rindërtu nga perandori Justiniani i parë, dhe me këtë rast ai ndroi edhe emrin duke e quajtur nga Ulpiana në Justiniana Secunda. U quajti Justiniana Secunda për faktin që tashmë ekzistonte një Justiniana Prima, të cilën e kishte ndërtuar perandori Justinian, e që mbetjet e saj janë lokalizuar, respektivisht u befikuar në Carinçigradin e sotëm.
Po ashtu, një goditje shumë të rëndësishme, cilat kanë determinu fatin e Ulpionës, janë edhe ato që i dhanë grupimet avaroslave, cilat ishin fatale jo vetëm për Ulpionën, por edhe për një numër të madh të vendbanimeve tjera të ngjashme. Një faktor tjetër shumë i rëndësishëm i cili ka determinu fundin e jetës në Ulpion dhe zhvendosjen e qytetit me tutje, janë edhe themi shkaqet natyrore, është dëshmu në gërmimet e fundit arkeologjike, pra janë zbulu në kontekstet të ndryshme stratigrafike që Ulpiona është godit nga vërshime sistematike të cilat duke që i kanë shty qytetarët e Ulpionës që ta zhvendosin Ulpionën pak me tutje. Ajo që është njoft deri sot literaturën arkeologjike si Kastrum, duke që nuk ka të bëjë me Kastrum, por ka të bëjë me ato që njihet si Justiniana Sekunda. Sigurisht kjo është një hipotezë, mirë po ka mjaftueshëm argumente të cilat na bën të besojmë që Ulpiona është zhvendosur në ato që literatura arkeologjike njihet si Kastrum dhe faktorit determinues kanë qenë vërshimet. Sipas Prokopit të Cezares, në veprën e tij kapitale de edificies, apo mbi ndërtimet, shkruan e zeza në të bardhë. 61 fortifikata anë kënd Dardanis u rindërtuan, pra si rezultat i shkatrimeve të këtij tërmeti, ndërsa 8 të tjera u ndërtuan ex novo, pra janë ndërtu nga fillimi. Vetë fakti që perandori me origjinë dardane, po perandori më i madh bizantin, Justiniani i Madh, ndërmori këtë fushat të ndërtimeve të laborura gjithandej Dardanis, dëshmon për rëndësinë e veçanërës të Ulpianës në kuadrët e Dardanis, apo edhe rëndësinë historike që kishte provinca Dardanis në kuadrët të perandorisë romake. Pra, perandori Justiniani i Madh e rindërtoi. Po çfarë ndodh? Në bazë të gërmimeve tona të fundit, qofshin ato gërmime arkeologjike, qofshin ato të kryera me instrumente të elaboruara geofizike, geomagnetike, georadar, incizimet me dron, por edhe militar, të gjitha këto kanë dëshmu në bazë të indikacioneve dhe rezultatet të mbledhura se ky qytet antik ishte të kurrë, pra është zvoglu. Dhe analizat e shumta të bëra në për laboratorët të ndryshëm, sidomos në Francë, të mostrave të marra nga këto, dëshmojnë se ky qytet kishte pas disa faza të transformimeve. Me Ulpianën është e lidhur edhe historia e 2 shenjtorëve të krishterë, Shën Florit dhe Shën Laurit, që u martirizuan pikërisht në këtë qytet. Dëshmitë arkeologjike kanë shfaqë edhe një jetë të begat kulturore, por dhe religjioze që ekzistonte në mesin e banorëve të Ulpionës. Është dëshmu epigrafikisht dhe arkeologjikisht që banorët të Ulpionës respektonin, adhuronin, pra dhe ndronin një numër të madh të perëndive të religionit oficial dhe jo oficial romak. Në mesin e tyre adhuronin edhe perëndi vendor, siç ishte Hynesha Dardone dhe Hyu Andin. Po ashtu me Ulpionën i kemi edhe dëshmitë e para të prezencës së krishtërimit, pra në Dardani, pra bëhet fjalë për martirizimin edhe Florit dhe Laurit. Këta ishin 2 vëllezër bineq, të cilët erdhen në Ulpion për të ndërtuar një tempull pagan me porosinë e administratës së qytetit, dhe pas përfundimit të këtij tempulli, ata vendosin që t'i shkatronin idhet pagan dhe të vendosin relikte të krishterë për ta kthyer, pra për ta shndruar tempullin në një themi kish. Dhe kjo irritoi shumë zyrtarët e qytetit, cilët pasi i morën në pyetje, i torturuan, i hodhen sipas burimeve hagiografike për së gjalli diku në një pus në Ulpion, dhe pastaj i mbuluan dhe ata vdiqën nga asfiksioni. Dhe burimet na tregojnë që ata kanë qëndruar deri me zyrtarizimin e krishterizmit në atë pos, dhe pastaj janë tërhequr dhe vendosur, varrosur diku në Ulpion, dhe për të përfunduar përfundimisht gjatë periudhës së mesjetës të themi reliktet e tyre në Konstantinopol. Që nga vitet 1953, kur janë bërë gërmimet e para arkeologjike në Ulpian,
Ky qytet është shndruar në një lokalitet arkeologjik ku ndër vite kanë ngërmuar arkeolog shqiptar dhe ndërkombëtar. Sa i takon lokalitetit Ulpiana, në këto pothuajse 12 vitet e fundit, kemi punu në kontinuitet pa ndërprej. Kënaqësia më e madhe ishte që kishmi bashkëpunëtor ndërkombëtar. Fillimisht kemi fillu me Institutin Arkeologjik, apo Deutsche Archaeological Institute me Selin në Frankfurt, dhe rezultatet më të mira kanë qenë me këtë institucion që kemi fillu bashkëveprimin në incizimet geofizike, geomagnetike. Muj me thonë, afërsisht 48 hektari kemi bo incizimet nën-toksore deri në 2 meter e gjys. Do me thonë, kemi strukturën apo kornizën e qytetit pjesërisht në, me thonë, 40% të ditun se çka përmban qyteti, derisa dihet që përfshin 100 hektar. Kemi mbet në vazhdimsi, do me thonë, atë punë do të vazhdojmë ndoshta edhe me bashkëpunimin e ekipit francez të Parisit, të shkollës superiore, por që është kënaqësi me Gjermën, kemi fillu edhe për herë të parë që në treven tonë, në shtetin tonë, të bëjmë hulumtime arkeometallurgjike dhe arkeobotanike. Kemi përdor ekspert të fusha të qyteteve të mëdha gjermane, duke përfshi edhe universitetet Tübingen, Heidelberg, Munich, Würzburg e të tjera, Hessen, Frankfurtin, Berlinin, që të kemi ekspert fushave të caktume. Më pas bashkëpunim shumë të mirë kemi pas me Ulpianën edhe me Universitetin Mimar Sinan të Stambollit apo të Turqis, dhe kemi bo 3 vite gërmime të pothuajse të përbashkëta. Ata kanë qenë pjesë e projektit tonë madhor në punimet kontinuitet. Ma pas kemi vazhduar në këto 3 vitet e fundit edhe me shkollën franceze. Kemi pas ekspert përveç Parisit edhe nga Marseja, dhe përveç incizimeve geofizike kemi fillu të bëjmë edhe të shfrytëzojmë institucionet e mëdha ndërkombëtare, që po ashtu edhe Gjermania është në ngjarje edhe Franca, Parisi për këtë datimin relativ apo edhe absolut të qeramikës apo disa pjesëve tjera të materialeve të lujshme, C14 karbon metoda, që të kretë qëllimi është që të bashkangjesim copza në pjesën e historisë të Ulpianës. Strukturat e zbuluara dhe të restauruara nga arkeologët e kanë bërë të mundur që Ulpiana të bëhet lehtësisht e qasshme për vizitorët, duke u kthyer në park arkeologjik në vitin 2016. Gjatë 10 viteve të fundit do të flasim për një periudhë, një dekadë, punime, studime, gërmime dhe promovime. Tash mu më duhet të them në Parkun Arkeologjik Ulpiana, është parku i parë i themeluar në Republikën e Kosovës në vitin 2016, por deri te themelimi dhe promovimi i këtij parku arkeologjik nuk ka qenë fare e lehtë. Ka qenë shumë sfiduese dhe në këtë kuadër ngërthehen disa komponenta dhe e gërmimit, në fakt do të them jo vetëm e gërmimit, por një periudhe të gjatë në të cilën lokalitet paraprakisht nuk ka ndodhur gërmime për shkak të sistemeve dhe situatës politike në vend. Nga viti 2010 e deri në vitin 2016 ka patur gërmime sistematike, do të thoja, përveç gërmimeve tjera që kanë pasur dhe karakter sondazhi dhe përnjohjeje, megjithse duhet të them për arkeologët tanë ka qenë ma shumë se e njohur në shumë aspekte, dhe normalisht Ministria e Kulturës dhe Instituti Arkeologjik i Kosovës, si 2 institucionet qendrore, kanë qenë të angazhuara vazhdimisht që ajo të vjen në shprehje, dhe përfundimisht me vendimin e ish-ministrit Kujtim Shala është shpallur në park arkeologjik. Parku Arkeologjik Ulpiana sot është i ndarë në 3 sektor. I pari nis me themelet e portës veriore me kulla prej ku niste rruga Veri Jug, Cardo Maximus, në të cilën shkonte
Kloaka Maxima, një kanal për shkarkimin e ujrave. Përveç një taverne me dyqane, në këtë sektor është evidentuar edhe një terma apo një banjë romake me hipokaustum apo sistem ngrohjeje, e qarkuar me një shëtitore me dysheme mozaiku. Në afërsi të saj janë zbuluar muret e një tempulli pagan me portiko, fare pranë të cilit ruhet struktura e një bazilike paleokristiane e shekullit të 6. Në sektorin e dytë është vila jashtë qytetëse që pas braktisjes ishte kthyer në varrezë, e quajtur nekropoli verior. Kjo ka qenë varreza kryesore e Ulpianës, ku janë evidentuar lloje të ndryshme varrësh dhe kultura të ndryshme varrimi. Në të ka një memorie, ndërtesë funerare kolektive që ka 3 sarkofag, njëri prej të cilëve i bërë nga mermeri bardh me gjas, i importuar nga ishulli Marmara. Sektori 3 në këtë park arkeologjik përkon me Decumanusin, rrugën lindje perëndim të Ulpianës. Këtu është zbuluar një bazilik peshkopale me dysheme e mozaiku polikrom, në jug të së cilës ka dhe një pagzimore apo baptiser me 8 harqe. Se si mund t'jetë dukur Ulpiana, kur ajo banohej dhe ishte në ditët e saj më të mira, mund të krijohet një përftyrim nga ky rekonstruktim tredimenzional i qytetit. Tre janë kisha të tipit bazilikal të zbuluara në Ulpianë deri më tani. Incizimet gjo fizike dhe ato gjo magnetike na japin një pasqyrë që ka dhe shumë të tjera, sidomos në pjesën verilindore të qytetit antik. Bazilika peshkopale, pagzimore, oktagonale, bazilika paleokristiane, që është fare pranë tempullit antik, kisha e vogël varrezore, pikrisht ku jam unë këtu, janë 3 të gërmuara deri tani, por janë indikacionet që janë të paktën 3 struktura të tjera sakrale në arealin e përafërt të Ulpianës. Memoria veriore dëshmon për mënyrën e varrimit, ritualet e varrimit, zakonet mortore. Fillimisht në memorien veriore e kemi zbuluar varrezat me djegje, që vërtet shfaqen për herë të parë në Kosovë dhe paraqesin fenomen për studimin për njohjen e kulturës lendore dhe shpirtërore të popullatës dardane në shekullin e parë pas Krishtit. Pra këtu janë survivalet e fundit të zakone mortore me djegje. Fillimisht është bë djegje kufoma në një vend caktuar, pas ritualeve të ndryshme të bajtimeve mortore, të gjitha gjasendet që kanë taku të ndjerit gjatë jetës në këtë botë, janë deponuar në varreza. Në ato varreza me djegje ne kemi gjetur armë,
kemi gjetë stoli, kemi gjetë me enë të ndryshme të ceramikës, kemi gjetë kandila për ndryshim. Me një fjalë, kemi zbuluar rreth 200 eksponate që vërtet janë të vlefshme për njohjen e kulturës së popullatës dardane. Pas villa suburbanes, Olpiana përsëri i kthehet Varrezës. Ngritet memoria veriore, domethënë një memorie, një Varrezë luksoze e aristokracisë padyshim. Varrat bëhen me arka të mermerit. Në mesin e këtyre arkave të mermerit quhet sarkofagu ose arka monumentale e mermerit, e cila mbas të fragmenteve të mermerit që janë analizuar, ashtarën në përfundim se ka qenë import. Kemi gjetë brenda sarkofagut, kemi gjetë eshtra të një çifti bashkëshortor. Që do thotë domethënë sarkofagu, arka e mermerit, i ka takuar pjesëtarët të aristokracisë lartë. Sipas gjitha gjasa mbi kapakun e mermerit, mbas të pozicionit të kapakut, ka qenë edhe një skulpturë e një femre në pozicion të shtrirë, domethënë në pozicion gjysmë të shtrirë në krah. Pasuria e Olpianës dhe jeta luksoze që bëhen në të është e gjurmueshme nëpërmjet mijëra artefakteve dhe eksponateve të gjetura ndër vite nga arkeologët në Olpian, e të cilat ruhen në Muzeun e Kosovës. Nga kjo qendra arkeologjike janë me qindra eksponate të ekspozuara në Muzeun Kombëtar të Kosovës. Me mija të tjera janë në depo të Muzeut të Kosovës. Një pjesë e madhe tyne janë restauru, një pjesë e madhe e këtyne eksponateve janë raritete, por si nga forma, si nga struktura, si nga cilësia, por si nga peshë arkeologjike, mund të them se kemi me çfarë të krenohemi. Pra kemi një kulturë të pasur materiale, apo kemi një trashëgimi shumë të pasur të luajtshme arkeologjike nga kjo qendër. Këto që thash janë dëshmi sepse këtu është gjetë koka e Rosit, pra hyju të dashurisë. Pastaj është gjetë koka e aktorit me maskë tragjike dhe janë zgjetur antifekse të zbukuruara me skaje me maska të komike dhe tragjike të teatrit. Kjo është edhe një dëshmi që Olpiana, sipas të gjitha gjasave, ka pas teatr që ne nuk kemi zbuluar ende. Arkeologët kanë edhe shumë hapësirë për të gërmuar dhe studiuar në Olpian, për çfarë ka një mori projektesh që vazhdojnë të zhvillohen për zbulim më të plot të historisë së këtij qyteti. Nga viti 2017 është një memorandum bashkëpunimi me Ecole Normale Supérieure, pra Instituti Arkeologjik i Kosovës, Universiteti i Prishtinës dhe Ecole Normale Supérieure kanë arrit një akord për të realizuar hulumtime dhe studime interdisciplinare në Olpian. Pra, ideja është që duke respektuar, themi, metodat dhe teknikat bashkohore, cilat aplikohen sot në fushën e studimeve dhe hulumtime arkeologjike, ta rrihet, ju jepet përgjigje disa prej pyetjeve cilat kanë kërku përgjigje, që kanë bëjnë me definimin e disa prej strukturave, realizimin e inqizime geofizike për të pa transformimin e qytetit, pra është shumë e rëndësishme. Pjesë e kësaj marrëveshje, po ashtu është edhe mobiliteti, edhe krijimi një shkolle arkeologjike,
Pra bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, këtë rast Departamentin e Antropologjisë, është kriju dhe shkolla arkeologjike ku gravitojnë student jo vetëm nga Kosova, pra respektivisht nga universitetet publike dhe private në Kosovë, po edhe nga rajone dhe Megjerë, cilët vinë në Ulpian dhe themi për disa javë kanë mundësi me pa përshafërmi apo themi me pa përshafërmi se si realizohet procesi i gërmimeve arkeologjike, dokumentimeve, hulumtimeve ndryshme interdisciplinar. Pra është një përvojë jashtëzakonisht mire për ta. Dikur, municipium romak i ngritur në zonën e Dardanis dhe një qytet që mbante emrat e perandorëve romak, Trajan dhe Justinian, sot Ulpiana, është një lokalitet arkeologjie, parajs për arkeologët dhe park për turistët. Rrugë, varre, tempuj, mbishkrime, monedha, artefakte, stela dhe mozaiqe, gur për gur, Ulpiana e shkëlqyeshme, qyteti i perandorëve, por i zbulohet për t'u banuar sërish, tashmë si një hapësirë ku historia përveç se e lexueshme është edhe e dukshme. Teksa këtij parku pritet të shtohen sektorët nga zbulimet e reja, gradualisht Ulpiana do të bëhet një shëtitore për në historinë antike të Dardanis dhe perandorisë romake.